Kurti është mjeshtër, Kurti sulmon për mos me sulmu. Ka strategji. Gjithmonë sulmon për mos me sulmu. Mbrojtja më e mirë sulmi, thonë Xhaponi futbolli. Gjithmonë e ka pas, dhe mjeshtër i kësaj pune, do të më jallon dorën për këtë farë pune. Mendoj domethënë se Albin Kurti është fajtor se këta votuan kundër. Po. Unë nuk po them Albin është skenar, krejt kjo sot që ka ndodhur është skenari i tina, i cili ndodhi edhe për shkak se ati konvenon. Ati konvenon Kurtin dije, vetë apo përfundoj tani ose ka parti. Kurti u pa prej fillimit që ati i konvenon me shty sa më shumë. Sigurisht edhe puna votave nuk i ka pas sigurta dhe votat e mjaftueshme për me bërë qeverinë masanej. Mirë, po përpos kësaj na kemi diskutuar më herët këtu që janë edhe disa çështje tjera të cilat Kurti është të analizuar të pa, domethënë ai konvenon as si konvenon me qenë kryeministri i qeverisë me 61 deputet për mendimin tim. Po kjo është politikisht me këtë kushtojë. Unë politikisht po flas për shkak se nuk jam ekspert i procedurës juridike. Politikisht kushtojë ato që ai konvenon Kosovën, çu se Kosova konvenon. Kurti ka fituar politikisht. Politikisht po për shkak se ai është interesuar me shty krimin edhe me kriju kriza sa më shumë që mundet, me zgjat krizën institucionale dhe politike, ati i konvenon. Matoshi, për ty, si e pas sot? Veç mini koment, zoti Matoshi. Për kaj ke për shalën? Po, duhet bim dakord me disa të vërteta që janë evidente. Nuk mundet me u konkludu ose me u plasu në opinion përshtypja se kjo që ndodhi sot është për fajin e partisë fituese ose të Albin Kurtit. Jo, pikërisht për shkak se ai e ka në dorë dhe ai ka pas mundësinë. Jo, nuk e ka në dorë gjithë opozitë. Po përgjegjëse. Okej, hajde shojmë ta dëgjojmë. Matoshi, ta dëgjojmë ty vështrimin tënd për këtë sotme. Që kushtim mu bë domethënë fair dhe korrekt. Të dy palët kanë prodhuar një krizë